Çfarë rëndësie ka që Tirana tjetë një koqire e samitit të ardhshëm të NATO-s, do të diskutoj me ekspertin e sigurisë Fatjon Softa. Faleminderit shumë për inkuadrim, Softa. Faleminderit ju. Lajm i madh ky apo jo? Patjetër që është një lajm i madh dhe një lajm i rëndësishëm. Sigurisht ne presim të kemi vërtet një konfirmim zyrtar që Tirana do të jetë pritse e 2027-s të këtij eventi më i madh dhe më i rëndësishëm për NATO-n, dhe është historike që kjo të ndodhë në kryeqytetin e vendit pranë Shqipëri. Konferenca e mbajtur në Ankara nuk pati një deklaratë përfundimtare lidhur me praktikat që kanë konferenca të tilla kur përmbyllen për të përcaktuar në mënyrë zyrtare në vetëm protokolli që konferenca do të jetë radhës, por ka qenë një deklaratë verbale e sekretarit përgjithshëm dhe një konfirmim nga kryeministri i vendit Zoti Rama për mbajtjen e kësaj konference në Tiranë në 2027. Sigurisht kjo është shumë e rëndësishme për të gjithë faktorët shqiptar, ku Shqipëria ka rol shumë të rëndësishëm në NATO dhe roli i Shqipërisë në këto momente të një situate globale të trazuar, por dhe një situate ballkanike me probleme, sigurisht që është një lloj garancie dhe një stabiliteti për vendin dhe për mbar shqiptarët kudo që janë në rajon. A ka të bëjë edhe me fuqinë që ka Shqipëria brenda aleancës tash ose rolin politik në krejt rajonin, pse është përzgjedhur Tirana si vend takimi i ardhshëm, apo është thjesht çështje e protokollit dhe rëndësia vetëm është që do të ketë prezencë të liderëve më të mëdhenj botës në kryeqytetin shqiptar? Ato kanë një protokoll për mënyrën se si përcaktojnë samitet e radhës, por Tirana nuk është më thjesht surprizë, sepse në Tiranë jo pak evente dhe aktivitete të një niveli të lartë Bashkimit Evropian janë bërë të tilla në Tiranë. Por është hera e parë që një aleancë ushtarake politike siç është NATO të ketë një samit të tillë në një moment kur bota vetë është e trazuar e bardhur nga konflikte, kur vetë brenda aleancës ka përplasje midis anëtarëve të saj, në një mosmarrëveshje në disa pika me vetë presidentin amerikan Trump, dhe pikërisht në këtë moment një aleancë e tillë vjen në një vend paqësor dhe në një vend të rëndësishëm që ka qenë gjithmonë në vijën e parë mbështetëse të vendimeve politike po dhe ushtarake të kësaj strukture. Dhe ai bie që është një prej aleatëve që kanë besim edhe shtetet më të fuqishme të NATO-s në Shqipëri pikërisht. Shqipëria vazhdon të ketë marrëdhënie të veçanta, të qëndrueshme, me shumë anëtarë të NATO-s. Marrëdhëniet e njohura me Turqinë, marrëdhëniet e njohura me Shtetet Bashkuara të Amerikës, marrëdhëniet e veçanta me Italinë, me Francën, me Gjermaninë, pra me aleatët dhe me vendet më të fuqishme të kësaj aleance, tregon për një lloj qëndrueshmërie të politikave të Tiranës, të politikave shqiptare në raport me këtë aleancë që është vlerësuar si një arritje e madhe historike që Shqipëria është anëtare. Atë shfarurojmë që në një moment të dytë, jo të largët, të ndikojë qoftë dhe kjo konferencë për të përshpejtuar anëtarësimin e Kosovës në këtë familje të madhe europiane. Po dhe pikërisht, a mund ta shfrytëzojë diçka Kosova, afërsinë ose edhe raportin që ka me Shqipërinë, pikërisht pse samiti i radhës mbahet në Tiranë? Që janë bërë disa hapa, të cilët e kanë përgatitur këtë lloj transheje të kësaj lëvizje të hyrjes Kosovës në NATO. Jo rastësisht aleanca midis Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë krijoi zemërimin e Serbisë për shkak të kësaj aleance në kuadrin e dy anëtarëve të NATO dhe një vendi që aspiron për të qenë një vend kandidat. Por nuk mund të jenë vendime të dy vendeve të Shqipërisë dhe të Kroacisë nëse nuk ka miratimin e aleancës të madhe për atë NATO-s. Stërvitjet e përbashkëta që janë bërë shpeshherë, ku Kosova ka qenë pjesë, tregojnë edhe një herë që ka një rrugtim të detyrueshëm që aleanca do ta ketë në gjirin e saj dhe Kosovën, pra dy vende shqiptare brenda të njëjtës aleancë, që tregojnë edhe një herë që këto vende janë vende që krijojnë stabilitet në Ballkan, që nuk krijojnë konflikte dhe madje janë pjesë e mbështetjes të padiskutueshme të vendimeve të mëdha që merr dhe ka Aleanca Euro-Atlantike. A ndikon diçka situata aktuale në Shqipëri
protestat e vazhdueshme dhe potencialisht një proces zgjedhor nëse kanë efekt protestat në mënyrë që të organizohet samiti i radhës në Tiranë? Samitet kur vendosen për të mbajtur një shtet nuk shikohen, po themi, ajo që quhet demokracia e brendshme, ku qytetarët nëpërmjet protestave patjetër shprehin pakënaqësinë, akumulimin e problemeve ndryshme që ato kanë. Dhe për aq kohë sa këto protesta janë paqësorë dhe ato janë progres, që janë përshëndetur dhe nga shumë vende të Bashkimit Evropian për mënyrën e protestave paqësorë, pra pranohen protestat paqësorë se një zhvillim demokratik dhe dënohen sigurisht nuk mund të pranohen ato që quhen protesta të dhunshme. Por në qoftë se nuk do të kemi një summit në Tiranë, mund të ketë dy faktorë. Faktori i parë është që flitet shpesh për një ndryshim të kalendarit që summitet mos jenë çdo vit, po ka disa diskutime me disa anëtarëve që mund të bëhet edhe një herë në 2 vjet, gjë që mund të ketë një ndryshim. Dhe e dyta, mund mos dëshirohet një përplasje e drejt për drejt për një konflikt të padukshëm ndoshta, por shpeshherë i thënë në diplomaci midis presidentit Trump dhe anëtarëve të NATO-s, sidomos kur një pjesë e tyre nuk ju përgjigjen kërkesave të presidentit amerikan për të lëshuar bazat apo të mbështetur sulmin amerikan ndaj Iranit. Dhe kjo u vure edhe në këtë summit, madje deklarata e presidentit Trump që tha unë këtu jam për Erdoganin, pra për presidentin e Turqisë, sepse edhe mund mos vija në këtë summit. E dyta, fakti që mbajti një qëndrim të dukshëm ndaj Spanjës, duke thënë që do ta përjashtoj nga marrëdhëniet tregtare, dhe ai që u duk në pamjet parë që ai doli përtej kërkesave të tij apo kërkesave të bllokut, duke përmendur edhe Groenlandin. Dhe në përgjithësi tash jashtë planifikimeve për Shqipërinë, a ka ndonjë efekt çfarë u konkludua në samitin që u krye tashmë në Ankara të Turqisë? Presidenti Trump ka qenë iniciatori nxitsi, këmbgulsi, madje deri në agresivitet për mënyrën se si NATO duhet përballojë edhe nëpërmjet rritjes buxhetit financimet. Dhe është kërkuar që të kemi një ngritje agresive të menjëhershme të sa më të shpejt tek 5%. Shqipëria nuk e ka, dhe një nga kushtet që Shqipëria mund të rrezikojë, ndoshta mbajtjen e një samiti, edhe për shkak të pamundësive për momentin financiare, që të arrijë 5% nga 2% që është. Por kjo mendoj që mund të jetë jo pengesë serioze, për aq fakt sa Shteti i Bashkuar të Amerikës kanë dhënë ndihmë ushtarake ndaj Shqipërisë, kanë dhënë financime ndaj Shqipërisë, që tregon një qëndrim shumë dashamirës ndaj Shqipërisë, por dhe politikave të saj u shqipërisë dhe lidhur ke vendet e para që kanë mbështetur iniciativat e presidentit Trump ndaj politikave të tij në lindjen e mesme, duke filluar edhe nga ai që quhet bordi i paqes. Pra Shqipëria ka qenë vijën e parë të mbështetjes së politikave amerikane, veçanërisht të presidentit Trump në politikat e tij në politikat globale. E qartë, sota e vlerësoj shumë që gjete kohë të inkuadrohesh në Kompas. Faleminderit për këtë bisedë. Faleminderit juve, kënaqësi. Faleminderit shumë, do të vazhdojmë me të tjera informacione